Gjëja e dytë që duhet kemi parasysh në përgjegjësinë tonë që e kemi marrë për të punuar, domethënë, është el muraqaba wal mutaba, është mbikëqyrja dhe mbikëqyrja e punës kohë pas kohe. Ai që e ka për shembull përgjegjësi që është mbikëqyrës mbi disa punëtor të tjerë, ai duhet ta merr këtë përgjegjësi dhe ta mbikëqyr punën. Po edhe ai që punon duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala mbi të. Edhe ai që punon duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala mbi të. Kjo do të thonë duhet jetë mbikëqyrje e ndërsjellët. E para, ai i cili e ka një përgjegjësi duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala mbi të, dhe duhet që ai të mbikëqyr punëtorët e tjerë, sepse kjo është emanet. Kjo është emanet prej Allahut subhanahu wa taala mbi të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej jush është bari, dhe secili prej jush do të përgjigjet për tufën e tij. Burri është bari në shtëpinë e tij dhe do të përgjigjet për tufën e tij. Dhe gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të tij dhe do të përgjigjet për tufën e tij. Ela kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Me të vërtetë, të gjithë ju jeni bari dhe të gjithë ju do të përgjigjeni për tufën tuaj. Dhe prej shenjave të kiametit që i ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se humb emaneti. Çka do të thotë se humb emaneti? Do të thotë se i marrin përgjegjësitë ata që nuk janë të kualifikuar për ato. Qoftë ajo vendin e muftiut, qoftë ajo vendin e prisit fetar, qoftë ajo vendin e prisit shtetnor, qoftë ajo punë të tjera. Prej shenjave të kiametit është se kjo cilësi humb të njerëzit, cilësia e emanetit, cilësia e përgjegjësisë në detyrën të cilën e ka marrë përsipër. Dhe për këtë shkak, për këtë jo seriozitet në këtë çështje, disa prej vendeve muslimane janë në atë nivel në të cilin janë, sepse ka humb përgjegjësia e tyre, dhe ka humb niveli i tyre ashtu se që e kërkon feja e tyre. Allahu i lartësuar kërkon prej muslimanëve që të jenë halife në tokë. Allahu i lartësuar i thot melekëve kur e krijon Ademin alayhis salam: inni ja'ilun fil ardi khalife. Unë do të krijoj në tokë një njeri që është mëkëmbës i saj, që e sundon tokën. Allahu kërkon prej nesh që ne të jemi udhëheqës kësaj bote. Asesi kjo nuk na ndal neve prej fesë tonë, përderisa ne nuk shkakton që puna për këtë botë të largohemi nga feja jon, ajo është diçka e kërkuar dhe e pëlqyer. Sepse në momentin kur ti e humb punën për këtë botë dhe sigurinë materiale në këtë botë, atëherë do ta humbish edhe fenë. Dhe jo rastësisht pejgamberi alayhis salam na ka udhëzuar që në mëngjes dhe në mbrëmje të bëjmë duan: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. O Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen tënde prej kufrit dhe prej varfrisë, prej fakrit. Sepse nëse hyn varfria me një vend, atëherë e mbisundon gjendjen e atij vendi dhe nuk kanë kohë njerëzit të mendojnë për fen apo për të ngritur fen e tyre. Prandaj të mirat materiale nuk janë diçka e urryer në islam, mirë po ka kufizime, ka rregulla.